Buxheti për vitin 2025 është rishikuar për herë të tretë duke I kushtuar më shumë vëmendje pensionistëve. Qeveria ka miratuar aktin normativ I publikuar tashmë dhe në fletoren zyrtare për disa ndryshime në buxhetin e vitit 2025. Sipas Ministrisë së Financave, pas analizës së performancës 8 mujore të treguesve buxhetor dhe fiskal, u vendos që të bëhet një rishikim I buxhetit për të reflektuar zhvillimet e reja dhe për të harmonizuar parametrat financiar me ecurinë aktuale të ekonomisë. Në total, 21.8 miliard lek janë akomoduar për shpenzime korrente dhe kapitale, përmes rishpërndarjes së kursimeve dhe hapësirave të tjera fiskale. Nga këto, 7.97 miliard lek I dedikohen rritjes së investimeve me financim të brendshëm, me fokus në infrastrukturë, digitalizim dhe projektet publike me prioritet. Po ashtu, buxheti parashikon një fond shtesë prej 5.9 miliard lekësh për bonusin e fundvitit për pensionistët, duke çuar në 9.7 miliard lek fondin total të dedikuar për këtë politikë sociale në vitin 2025. Nga ana tjetër, të ardhurat e përgjithshme pritet të rriten me 12.1 miliard lek, falte I kalimit të ardhurave tatimore, doganore dhe të kontributeve shoqërore. Një ndër elementet kryesorë të këtij akti është ulja e deficitit buxhetor në 61.6 miliard lek ose 2.4% të prodhimit të brendshëm bruto nga 2.6% e parashikuar në buxhetin fillestar. Ministria thekson se kjo ulje lidhet me menaxhimin më të mirë të borxhit publik dhe kushtet më të favorshme të financimit.